Një tjetër rast vjedhjeje është denoncuar në redaksin tonë. Këtë herë bëhet fjalë për vjedhjen e një biçiklete në kompleksin Golden Park në Tiranë. Ngjarja ka ndodhur 3 ditë më parë dhe momenti i vjedhjes është filmuar qartë nga kamerat e sigurisë. Në pamjet filmike shihet një i ri që afrohet pranë biçikletës së parkuar dhe e merr atë brenda pak sekondash për t'u larguar më pas nga ambienti. Sipas denoncuesit, autori është identifikuar dhe bëhet fjalë për një banor të së njëjtës lagje. Ai bën thirrje që ta kthejë biçikletën menjëherë, përndryshe rasti do të denoncohet në polici. Përshëndetje, i bëjmë thirrje personit që ka vjedhur biçikletën në kompleksin Golden Park me datë 20 dhjetor 2025 ta dorëzojë menjëherë. Është banor i lagjes, përndryshe do të bëhet denoncimi në polici. Janë siguruar shumë pamje filmike, denoncon qytetari. Rasti i bashkohet listës së gjatë të vjedhjeve që po regjistrohen së fundmi në Tiranë, shumë prej tyre të dokumentuara me pamje filmike, pa asnjë frikë apo hezitim nga autorët.